Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sot do flasim mbi perceptimet e mjeteve të transportit. Situata e parë, si e perceptojnë çunat, shpjegimin e makinës në autoshkollë. Unë jam e kursanti, ti je profesori. Si e dëgjojnë në fakt. Si e dëgjojnë. Si e dëgjojnë, po. Hajde me profesorin. Futi marshën e parë, jo, shtyp freksionin, se e kam me kami automatike vetë. Po, profesor. Shtyp freksionin, futi marshën e parë, Po. bo balancën, Po. edhe nisu. Çunat e dëgjojnë si që thonë. E një gjojnë normal, si që i thuhet. Tani si e perceptojnë, pra si e dëgjojnë në mendje femrat, shpjegimin e makinës në autoshkollë. Po, hajde. Unë jam ajo goca, Po. ti je profesori. Hajde me profesorin, vej dur në timon. Mlidhi dur. Mlidhi më durët, mlidhi. Kam thonjë të mi, si ti mbledh. Po kape pra, si do ta marrë timonin? Ma e ti, profesori, s'ka gjose. Hajde të të shpjegoj të shi si niset Po mi makina. si niset kjo me... İşte işte ha. Bir hal kıştam la 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 şkül al halvela gül hala la hala. Mire dëgjojnë. Mirë të gjën. Edhe unë isha shumë i saktë. Si e perceptojnë femrat kthimin në shtëpi, me çfarë mjeti të kthehen në shtëpi pas pubit. Po. Kemi qenë në pub, unë jam ajo goca, ti je i çun. Jam me makinë luksoze. Po, hajde. Ata maj me Targalaci? Ça dush me? Hajde. Çoni, Ah, taksi e ti? ke pa nej AMG 67 taksi e goc. O çoni, Ah, do më çosh pak e shtëpia ku e ke shpindi? në Laprak. Që jun po t'i bim ka liqeni herë. Si e percepton Partia Demokratike këto kohët e fundit udhëtimin me avion? Aviatori Po. i ka tunarë aty ke fusha. Ule mun. Hajde. Po ule me avion. Ulu. O dali, ku e të timot, vide unë? Jo, ne, hajde në 10 kile ashash se u mush, hajde në 10 kile trok se u mush, hajde, në 5 kile të funit, e në ikëm, hajde. Hajde se u mush, për Itali. Si e percepton Partia Socialiste kohët e fundit udhëtimin me avion? Po. Të dy jemi dy katunarë në një zonë diku afër Divjakës. Aty ku nisen. Po, hajde. Here, mjëri, Yeah. he, I qove 10 real. ka vishëri, Hari. Hari. kam ndryshur biznesëri, Qa thonjëre? ore ngel shaqor po të themëri. Qa biznesi re? Rris mushkonjari, Qa thonjëre? ore ngel shaqor po të themëri. Ore, që i rritë mushkoja tire? Kjetë gjure diramni. Jore. Që thot po u be mushkonja 25 vjeç, bet avion e mush me droge 21 litëri. O po qa thonjëre? Ore ngel shaqor po të themëri. Si e percepton një gru udhëtimin me avion kur nizet nga Rinasi? Ti ja e gruaja që udhëtosh, unë jam ai ke gejti. Dhe unë e kam për herë të parë që hypin avion. Pa, fillojmë. O qona! Nona! Au! O qona! Mamaj. Milana! Au! Ka për të fletoru, nona! Biletën. O qona! O qoni Milana me mu me avjet një. Ka për të fletoru? Biletën që. Shumë mirë, mere, e cip në autobus. Kare, o për dalë, o bilet avioni kja, që të nëne më të buzëre. E di që është bilet avioni, pa hip në O, s'ka më autobus. ty më të buzë, më ka thonë quni ka përtat me avion më italire. O, nuk ka më ty më të buzë, më ka thonë quni ka përtat me avion, më ka ble quni bilet në avionit. Ja, pa pruhet autobusin. O, një sekund, mirë. Në autobus mune në qoni mu. Një sekund, mirë. Do e hipësh në autobus, që autobusit qoj në avion. Ja, të më fosni mu, në autobusin, për nikum qoni u mu, ha? O, du avionin e to. Ku e do avionin me? E do avionin e to, më ka ble quni bilet avioni Po mu. pra, me avion do ikësh, po hip në O, nuk ka më autobus. shumë avion mu, pa po autobusin e to. Autobusin mu. E s'pe hip në autobus.